ti e gjon partnerin, pastaj fillon realiteti dhe 50% ose 60% i asaj që ti ke pas ideale mundet moralizu. Shpesh partnerët kur i dhon fund lidhjes tyne dhe divorcohen, ata nuk i kanë zhvilluar diskutimet e fundit njëri me tjetrin, sepse nuk ka konflikt i cili nuk mundet të mos zgjidhet. Dhe shpesh partnerët janë gjendje me kriju konflikte ndërmjet veti për shkak me shujt qatë egoizmin e prindve tonë që dëshirojnë me na majt vazhdimisht në dorën e tyne. Krejt projektet tona të mëdha ose planet kur i kena për të ardhmen, ato e kanë një farë sistemi. Qaj sistemi bjen që është ideale dhe reale. Dy sisteme ose dy forma. Për shembull, ti planifikon me shku në deti, dhe kur ti planifikon me shku në deti, ti vazhdimisht e ke idenë që ti ki më knaq, që ti ki me kalu mirë, edhe këtë gjanat ma pozitive të mundshme që mundën me ndodhë. Po në realitet, ka me ndodhë realiteti, sepse kur shkon ti ballafaqohesh me realitetin. E njëjta është edhe te gjetja e partnerit, kur na dyna me gjet partnerin, menimet tona janë ideale. Qysh një partner kish me kon forma më e mirë e mundshme e tina për me u përgjigj kërkesave, nevojave të mia personale që i kam. Po kjo është në realitet ajo që është ideale. Kur është ideale është shumë filozofike, është shumë mendjen tonë. Po kjo nuk është në realitet. Se i bjen që kur ti e gjon partnerin, pastaj fillon realiteti dhe 50% ose 60% i asaj që ti ke pas ideale mundet të moralizu. Po jo 100% që i sajna, sepse nuk ka mundësi. Kështu që prandaj na mundum shpesh edhe me kriju konflikt. Kush e krijon konfliktin që kjo që ti për partnerin tanë menon që ai është ideali, po në realitet është reali aja cila po ndodh edhe personi që ti ke gjetë. Kështu që na për me gjetë një partner ideal, sigurisht është shumë e mirë që kjo që na idealizojna, filozofojna, që është partneri jonë me kon, mirë po kur ballafaqohemi pastaj në realitet, do të mu pajtu që nuk ka me ndodhur që ajo është ideale. Sepse normal, fillimisht në qoftë se nuk është në filozofinë tonë, mendjes tonë, edhe në këtë rast në atë idealizma tona, normal që as realitet nuk mundet më bë. Kështu që është mirë që na e kemi që aspektin filozofik, që është na e mendojna, që e parashikojna na partnerin tonë ideal, mirë po kur ndodh me gjetë partnerin, pastaj nuk dush mu dëshpëru se nuk po ndodh çaja ideale cilën ti e ke menuar. Kjo tash normal që është një farë konflikti në përgjithësi në botën moderne ku na po jetojna, sepse shumë vite më përpara para botës moderne, kushtimisht para botës të AI-s, njerëzit, për shembull gjinia femërore ka pritë që gjinia mashkullore ka me bë propozimin, ka me marr hapin e parë, ka me bën një lëvizje të caktuar, cila ka me tërheq ndërtimin e gjetjes një partneri. Po tash i bjen që meshkujt në kohën moderne, njëkohësisht edhe femrat, i kanë pritjet e njëjta, për shembull, cili duhet i pari me afru cilit. Dhe kështu që kjo e ban që shpesh na mos me pas marrë guximin, qoftë djali, qoftë vajza, me ofru një partneri të mundshëm, sepse ka atë frikën e mbrëmshme që çka ka me ndodh, ose ka frikën e mbrëmshme të refuzimit. Një konflikt tjetër shpesh që e vren gjetjet partnerit është sepse ti don me gjetë partnerin, po don me kon i sigurt që krejt jetën ti kime vazhdu me qëndru me qatë partner, që i bjen që ti s'ki mu divorcu kur. Po kjo është idealja kish me qenë ti mos më divorcu kur. Po normal kur na bashkohemi me një partner, tash më e dina qysh është partneri, ç'është është me pas një partner, kjo është ndryshim edhe për neve, është ndryshim edhe për partnerin tonë. Kështu që kur na në realitet ballafaqohemi me krejt personalitetin, cilësi që i ka partneri jonë, tash mundom me thonë që është ideal ose s'është ideal. Është ideal ose s'është ideal në kuptimin asaj çka unë kam kërku, ose nashta më mirë me thonë është i përshtatshëm ose s'është i përshtatshëm. Kështu që për me gjetë partnerin ideal, normal ti dush me kriju një filozofi në mendjen tone, mirë po ajo kur ti e gjon partnerin, aja do të me kone natyrshme, dhe që shko me kone natyrshme është, fillon një bisedë thjesht që ti kemi zhvillu, edhe që aja biseda e thjesht ka me tregu apo tërhiq ose s'po tërhiq. Shpesh njerëzit partneritetin e shohin edhe si interes. Për shembull, te vajzat mund me pas interes i djalit kur ai po afrohet, ose djalit kur po afrohet vajza. Dhe kështu që nëse ti peshes si interes, atë do të më këshyr cilat janë interesat e tu. Sepse normal në partneritet na kemi një farë interesi. Dhe njerëzit në interesin shpesh mund me marrë sikur ai aspekti material që ti don me përfitu aspektin material, po edhe aspektet emocionale kanë atë fushën ose veprimtarinë e vete që mundën me ka interes. Për shembull, çaj bashkimi i jam me partnerin tim dhe na dojna me kriju një familje të mirë, një familje të shëndetshëm, dhe për me kriju një familje të shëndetshëm, nëse është në planet e mia, atëherë edhe partneri jam do të me ka një përshtatshëm për mua, sepse bashkë na kena me rrit disa fëmijë, të cilët pastaj kanë me dalë në botën në përgjithësi dhe kanë me vepru dhe kanë me bë veprimet e tyre.
Qysh ndikon raporti me prindërit mandej matutjen e gjetjen e partnerit ose partneres? Na kemi një farë filozofie mrena për mrena psikologjisë, që kjo filozofia jo mrena për mrena psikologjisë ka herë s'është e saktë. Mirë po shumicën e rasteve na e shohim si të saktë. Për shembull, në diskutim me sipër kur ti po flet me partnerin tan, në një farë mënyrë djali përpiqet me gjetë partnerin e vet me pas disa cilësi që mundet me pas prindët e tina. Dhe specifikisht djali ka me kqyr me gjetë një partnere cila ka cilësitë e nanës tina. Përderisa djali në këtë rast e lyp te nana dhe vajza e lyp babën e saj. Jo nuk po flasim kuptimin e plotësimit nevoja fiziologjike së gjëra të tjera, po flasim atë aspektin e sjelljes, atë aspektin e karakterit të mbrëmshëm, asaj anës tonë të mbrëmshme. Dhe mungesë të mosgjetjes që sajna, sepse na kur bëjmë një shkputje, një atashim prej prindëve tonë, sigurisht dojna me kriju një atashim me një person të ri dhe nuk dojmë i hup çat atashimin që kemi pas paraprakisht. Sepse qoftë në gjetjet të partnerit, qoftë kur ti krijon familjen, normal këto janë fazat ndryshimit. Dhe kur ti gjatë partnerin, ti veç përgatitesh tash mu shkput për prindëve tu. Mi po, si prind, qysh e sheh lidhjen e fëmijës tan, e sheh si shkputje e përhershme që ai më nuk ka me ka një yti. Dhe ti fillon tash një farë ndjenje të keqe të mbrëmshme, çka ka me bën one, ndjenja për ekzistencë, me rujt çat lidhen që ti e ke pas, sepse ki frikë të madhe, sidomos nana ka frikë të madhe që djalin e ka humb krejt për shkak të partnerit. Dhe nuk është veç kulturore, kjo është edhe emocionale, sepse kjo në lidhje do të më ndodh. Mi po në këtë rast nuk dush me menu shumë për prindërit e tu, sepse ata kanë kry fazën e vet të jetës. Dhe shpesh partnerët janë gjendje me kriju konflikte ndërmjet veti për shkak me shujt qatë egoizmin e prindëve tonë që dëshirojnë me na majt vazhdimisht në dorën e tyre. Normal kjo ka ndryshuar me kalimin e kohës, mi po vazhdon me ka konflikt serioz dëshirat e prindëve për fëmijët e vet. Mi po në gjetjet partnerit specifikisht ti duhesh me gjetë partnerin tan që ti e don, që ti ke thonë po, jo që i kanë thonë prindët tu ose i ka thonë dikush tjetër. Sepse edhe nëse ke gabu, kur do që ti gabon me partnerin tan, është shumë më e pranueshme nëse gabimi ka qenë veç i joti. Mi po nuk ka me kanë shumë pak e pranueshme nëse gabimi ka orë si rezultat që ti e nxit pej prindëve tu ose e nxit pej shokut ose shoqës ose kujdo qoftë tjetër. Kështu që kjo pastaj zgjedh edhe konfliktet e tjera. Edhe pse kjo ku kemi jetu, sa fëmijë pas, kanë me ka prindët e tu më u përzin shtëpinë tone ose gjëra të njëjta që diskutojnë shpesh partnerët, duhet me pas parasysh se vendin e jetesës ka me caktu sigurisht dinamika e jetës. Kështu që faza e parë për me kërku një partner është faza ku ti observon, ti e sheh kush është personi të cilin ti kishe dashur me kriju një lidhje. Tash në gjetjet partnerit, edhe në shkputjet tona me lidhet paraprak edhe çfarë do lidhje tjetër kena, sepse nëse edhe ti e ke pas një partner më hershëm dhe tash e gjon një partner tjetër, ti kërkon partnerin e kaluar me e gjetë te partneri tash. Mi po gjithherë kjo është një lidhje e re që ti po krijon, nuk është një lidhje e vjetër që ti po e bardh. Është një person krejt tjetër, është një karakter krejt tjetër, është një dinamik tjetër e zhvillimit mes dy partnerëve. Kështu që normal në gjetjet partnerit është e faza e parë që në psikoterapi pozitive i thojnë faza e atashimit. Çka i bën faza e atashimit, ku ti e përshëndet dikan, veç me mikat e tua, ose veç i thu, oh, hello, ose çka bane, oh, si je, dhe që kjo është faza e parë e atashimit, ku na e takojmë një person edhe ku tregon ato shkëndijat e para, aso atë lidhjen e parë të një marrëdhënie të mundshme të ardhme. Dhe pastaj mas fazës së atashimit është faza e diferencimit, dhe kjo faza e diferencimit i bën kush je ti dhe kush jam unë, si je ti dhe si jam unë. Atë disa gjëra që ne diskutojna për mu njoft ndërmjet veti. Dhe faza e diferencimit është na tash na të gatshëm me kriju një lidhje, mirë po ju patjetër na gjithçka do të më bën si një trope i vetëm, sepse partnerët shpesh mendojnë që partnerët do të më kanë shumë ngjajshëm, edhe pse normal që kur ata janë të kundërt funksionojnë më mirë se kur janë shumë të ngjajshëm. Po partnerin në idealizmat e vet mendon që partneri përballë do të më pas tepër ngjajshëm me veten. Dhe çka ti kur është tepër ngjajshëm ai mund të më kriju konflikte. Kështu na duhet më pas personalitetin ton, karakterin ton në anën on dhe karakterin dhe personalitetit të partnerit ton. Dhe me mujt mos me pa veten vish në mbrana lidhjes, me pa dhe jashta lidhjes. Me ka një farë balancimi i sajna që na thojna diferencim. Se cilën do fazë të secilës lidhje, nëse s'ka më shpërndau mjaftueshëm ai mënyra e komunikimit e ndërveprimit, ai gjithherë ka me kriju një konflikt caktuar. Kështu që faza e parë për me kërku një partner është faza ku ti observon, ti e sheh
kush është personi të cilin ti kishe dashur me kriju një lidhje. Ju kishe dashur me martu, kishe dashur me kriju familjen, edhe pse këto janë gjanat kryesore kur ti e lyp një partner. Po kjo është tepër herët me pa, sepse mundesh me kriju diçka në mendjen tonë që mundet me u paraqit ose me qenë e vështirë. Kështu që faza e parë është faza ku na observojmë, vëzhgojmë dhe gjajmë personin adekuat ose personin që në realitet është dashur ose dinamika e jetës na ka gjetë, dhe mas fazës të observimit kemi fazën e inkurajimit, ku fillojmë një bisedë thjesht, shkurtër, çfarë partneri kisha mujtun me kam për ty, dhe çfarë partneri jeti për mu, ose kush jeti për mu dhe kush jam unë për ty. Një fazë e vogël, e thjesht, ku na i zhvillojmë disa biseda tepër thjeshta mbrana kafes ose mbrana një takimi thjesht, për me kalu në fazën e inkurajimit, ku të dy tash e kemi një farë ndjenje të mbrëmshme, inkurajuese, cila na ban që na me kriju një lidhje ose lidhjen tonë me kot gatshëm me çututje. Dhe pas fazës të inkurajimit, kalojmë te faza e verbalizimit, ku na diskutojmë haptas njëri me tjetrin, dhe në që diskutimin tonë haptas njëri me tjetrin, i tregojmë të mirat dhe të këqijat njëri tjetrit, çka po dojmë dhe çka po presim për njëri tjetrit, dhe diskutojmë a jena për njëri tjetrin, sepse pavarësisht që kemi kalu disa takime bashkë, na mundu mos me kanë njëri për tjetrin. Pavarësisht që kemi kalu edhe 10 vite bashkë, na normal që mundet me kanë që na nuk jemi për njëri tjetrin. Kështu që në fazën e verbalizimit na diskutojmë gjithçka. Çka do të qoftë aja të cilën na e mendojmë që është relevante na me diskutu ndërmjet veti. Dhe zgjerimi i qëllimeve, që është faza e fundit, është kur na e marrëm vendimin që si partner të bëhemi bashkë, të bëjmë lidhjen tonë serioze, të fejohemi, të martohemi dhe të ecë procesi tutje. Pastaj ku kena me jetu, çfarë gjana shka me ndodh, edhe pse kjo ku kemi jetu, sa fëmijë pas, kanë me ka prindët tu ma u përzin shtëpinë tone, ose gjana të njëjta, që diskutojnë shpesh partnerët, duhet me pas parasysh se vendin e jetesës ka me caktu sigurisht dinamika e jetës, puna, fëmijët, edhe gjana tjera që vijnë në jetë. Kështu që nuk është diçka që partnerët nashta në fillim do të më jap shumë rëndësi. Shumë rëndësi do të më thonë që saj fazës e verbalizimit ku na diskutojnë a haptas njëri me tjetrin, edhe e shohim a jemi njëri për tjetrin, ose me fazën paraprakët të inkurajimit, sa po jemi të tërheku njëri mas tjetrit. Ma shumë se sa, çka na kena me bën të ardhmen, mas 10 vite, sepse mas 10 vite është jeta, është e tillë që ka një dinamik të vetën, ka një rrjedh vetën, dhe çaja rrjedha, çaja dinamika e jetës ka me ndodh. Që na presmi normal me ndodh gjëra të mira dhe planifikojmë gjëra të mira. Po jo domosdoshmërisht, pra, siç thash, çaja çka është ideale do të më ndodh, sepse ka me ndodh realiteti. Shpesh partnerët kur i dhan fund lidhjes tyne dhe divorcohen, ata nuk i kanë zhvilluar diskutimet e fundit njëri me tjetrin, sepse nuk ka konflikt i cili nuk mundet më zgjidh. Në qoftë se partnerët ndërmjet veti kanë me kot gatshëm me diskutu dhe me ndihmu njëri tjetrit. Tek e fundit partnerët ndërmjet veti do të me ndihmu njëri tjetrit. Dhe në këtë rast nëse ata s'kanë qenë të gatshëm i diskutu, shpesh ndodh që ata mi dhon fund edhe më divorcu, pa e zhvillu diskutimin. Edhe më e keqja është se kur divorcohen ata fillojnë me fol keq njëri për tjetrin. Po din që atë fazë tjetës pëse ishin të mirë njëri për tjetrin. Dhe nuk do të me harru që të mira dhe nuk do të me harru që atë dinamik që na ka bën bashkë. Pavarësisht gjithë atë këqija cilat mundën me ndodh për rreth. Kështu që kur kena mundon njëri me tjetrin, idealja, ma e mirja, kish me qenë që edhe me ndodh pastaj edhe realitet, kur na ulëm dhe me të vërtetë të dy të pajtohemi që me neve dyve nuk po shkon diçka mirë. Në qoftë na thojmë që fëmijët nuk do të morrit pa prindër, sepse ajo shkakton probleme psikologjike. Po në realitet, në qoftë se fëmijët rriten mbrana një zhurme të madhe, mbrana dhunës, atëherë sigurisht që për që ata fëmijë është shumë më mirë që ata me jetu pa prindërit e tyre se sa me jetu në një zhurmë. Kështu që kjo është sinjal që ata nuk po dinë me u zhvillu tutje, mu pjek njëri me tjetrin. Sepse shikon, na pjekum në aspektin kognitiv, pjeknum personalisht. Po edhe lidhja e krijuar mes dy partnerëve e ka një farë situate të vetën, cila duhet më u pjek. Kështu që si partner, në qoftë se s'kena ditë na më pjek me gjetë njëri tjetrin, sepse normal na kemi gjetë, kemi kriju lidhjen, po është edhe një farë gjetje e njëri tjetrit. Mbrana për mbrana lidhjes, mbrana për mbrana familjes ku na kena kriju. Dhe nëse nuk kena me ditë me gjetë njëri tjetrin dhe më pjek mbrana për mbrana lidhjes, normal që kish me qenë ideale që na me dhon fund kësaj farë pjese. Dhe mundon njëri me tjetrin, por kur ndohemi, me u pajtu të dy që po ndohemi, edhe normal që ju me i përmend
tashmë të këqija. Unë më i përmend veç të mirat, sepse është një histori e kalune, nuk do të thonë sigurisht njëri këtu ka faj, por kur ndohen dy partnerët, gjithherë të dytë kanë faj, 50% me 50%. Njëri ka më shumë, na po pajtohemi, po në realitet edhe ai që ka më pak faj, nuk ka ditë mu sill me partnerin e vet që ai me i kriju çat fajsi. Kështu që të dytë janë fajtor kur ndodh një ndomje. Normal, unë menoj që asnjëherë ndomje nuk do të më ndodh. Mirë po, a do të më ndodh? Po do të më ndodh. Cilat janë çato situata, janë vetë dy partnerët, të cilët se bashku do të më vendos kur ata dy kanë më nda. Mirë po, kur ata nuk dinë, atëherë është më mirë me lyp këshillim, me lyp ndihmë profesionale, me një person i cili nuk e mon anën as burrit dhe as gruas, i cili është indiferent ndaj situatave tyne, nuk ndikohet emocionalisht prej tyne, sepse ai që është indiferent, neutral mes dyve, ai ka më dha këshillën ideale, këshillën më të mirë të mundshme, këshillën që neve na nevojitet. Sepse nëse ka një lidhje me burrin ose me gruan, ai ka më marrë anën e anët prej tyne. Kështu që idealja kështu më qenë që partnerët kur këshillohen, më këshillu me dikan, i cili është i pranueshëm për dot, dhe menimi i tij na është neutral këtë rast për ndomjen e tyne. Kështu që unë mendoj që çdo lidhje mes partnerëve, dhe sidomos ata që kanë fëmijë, ata që kanë kriju familje, unë besoj që ata mundën me sheru lidhjen e tyne, jo me sheru për ndaj smundje, po me sheru për keq atyne konflikteve të cilat ata i përjetojnë brenda familjes vet. Sepse shpesh mes dy partnerëve krijohen disa konflikte që në psikoterapin pozitive i them konflikte aktuale, po konflikte aktuale është çka po ndodh. Shumë nëse po flasun shpesh partnerët brenda familjes krijojnë konflikt për pastërtinë, shpesh krijojnë konflikte për kohën dhe për gjëra tjera. Mi pa është konflikti aktual. Ku ka mësune mo respektu koha, ku ka mësune për pastërtinë. Janë familjet tona. Dhe duhet me pas parasysh se si partner na vijmë prej dy familjeve të ndryshme, dy koncepte të ndryshme të jetës, dhe që ato dy koncepte na kemi dohet patjetër mi përshtat dhe mi kriju një koncept të ri. Mirë po, shpesh konceptet e burrit me konceptet e gruas janë në kundërshtim njëna me tjetrën, pritjet e tyne janë për partnerin janë kundërshtim njëna me tjetrën, dhe kjo pastaj krijon konflikte në përgjithësi. Mos me pas frikë me kriju lidhje dhe mos me pas frikë me i tregu ose me i thon partnerit që unë kisha pas dëshirë me zhvillu me juve një diskutim, dhe këtë diskutim e pa a jeti partneri ideal ose si partneri jam ideal. Normal që nuk preferohet që na me zgjat shumë edhe me kriju lidhje, dhe sikurse krijon disa lidhje që na kemi një lidhje, po hala që ai lidhje nuk ka emën. Lidhje kur don mu kriju, para se mu kriju, të dy të bashkë, do të me vendos lidhja jonë me pas një emën. Çfarë do të thot unë për ty dhe çka do të thot ti për mu. Dhe pa e definu ti çfarë nuk mundesh me e pa lidhjen, çfarë lidhje ti ki. Dhe kështu që mos me pas frikë për propozimeve, mos me pas frikë edhe me i propozu të vetë tjerve, kështu që kjo pe i len pastaj njerëzit shumë, me pas një farë frike, sidomos të gjinia mashkullore që e sheh, të cilët kanë frikën shumë të madhe që kanë me u refuzu për tjerve. Dhe ki parasysh tash është një energji tepër e keqe, e dhëmshme kur të refuzon dikush. Dhe ti paraprakisht i dën mënyrë të pavetëdijshme me rujt për çësoj ndjenjë që mos me të refuzu personit cili ti mundesh me i propozu lidhjen e mundshme partner me konaj partneri jot. Kështu që këshilla jam është, adin nëse dëshironi me kon të lumtun, sidomos për me kon të lumtun mrena lidhjes këtë rast me partnerin e juaj, atëherë është mirë që kjo lidhje sepse thuhet mos me shku te lumturia, nuk duhet me shku me ascensor, nuk duhet me shku me lift, por duhet me marr shkallët. Kështu që edhe krijimi i një lidhje duhet me ecë përmes shkallëve dhe jo më kriju përmes liftit. Lifti çon më një herë, kurse shkallët kanë një farë procesi të vet ku duhet me marr frymë, me koordinu frymarrjen, lëvizjet e zemrës janë më të shpeshta, që me pas një koordinim më të mirë në drejtimin e personit të cilin ti po shkon.